Të nderuar besimtar, motra e vëllezër shqiptar. Ju përshëndes të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur, paqja dhe shpëtimi i Perëndis qofshin mbi ju kudo që jeni në tokën e shtërisë tjetër. Në këtë dokumentar do të mundohem të zgjoj vetdijen e politikanëve dhe intelektualëve shqiptar në lidhje me frazën e njohur që përdoret prej tyre në thojza islam tradicional. Kur mundohen të ikin nga përgjegjësitë e tyre në lidhje me polarizimet sektare të muslimanizmit në mjediset shqiptare. Tani kur kemi larguar frigën e hoxhallarëve dhe jemi të sigurt nga Kurani se fjala din është kushtetut, qytet, shtet, është e kuptueshme se kemi shumë më lehtë që ta pastrojmë një dilemë të madhe se fraza e përdorur islam tradicional nga politikan dhe intelektual të papërgjithshëm është gabim dhe atentat mbi amblemën tonë kombëtare. Feja e shqiptarit është shqiptari. Në favor të sektarizmit, të fesë së Bagdadit dhe polarizimeve të panevojshme në shqiptari. Në fakt, ky qëndrim, politikanët dhe intelektualët shqiptar i paraqet viktima kotit sektit Hanefi dhe shfaqen në stadiumin e idiotizmit si zgjillot për të mbrojtur diçka që ka qenë pushtuese në mjediset shqiptare, e cila propagohet nga bashkësitë ashtu të quajtura islame për ta ruajtur idenë anakronike për babën e tyre sultan. Në fakt, imponohet në mënyrë fanatike sekti Hanefi në të gjitha institucionet e shtetit dhe në kundërshtim me Kur'anin famlar, njëjtë siç ju kam treguar në dokumentarin kohim. Shumica e teologëve thonë se ndjekin një islam tradicional, një islam të sektit Hanefi, të imponuar me dhunë tek shqiptarët nga jeniçerët dhe velit e sultanit. Ata në paraqesin fenë e sultanit si islam tradicional shqiptar, gjë që është mashtrim dhe blasfemi shumë e madhe. Sot Hanefit kanë stigmatizuar sektin e ri të Vehabive, në emër të luftës kundër tyre kanë ndërtuar karrierën në hikmet, shtet dhe media. Hanefit janë aq të djallëzuar saqë mund të thuhet se nuk ka organizëm shtetëror e shoqëror të realizimit të njeriut si subjekt shoqëror, ku nuk shfaqen Hanefit, ashtu si nuk ka bahçe të shtëpisë ku nuk shfaqen kërmet pas shiut. Pra, e pranuat apo jo? Ju jeni kërmet të dalur pas shiut që me ignorancën e juaj ja keni kthyer shpinën emblemës son kombëtare, feja e shqiptarit të shqiptaria, që është frymëzim i Kuranit dhe jo i sektit Hanefi, bashkësive të quajtura islame që janë krijuar nga krali sërb dhe tita i kombit musliman, e jo nga tanzimati i LGBT-s së sultanit. Duhet ta pranojmë bashkësitë islame, grupet dhe shoqatat e ndryshme me shtesën islame në thojza, me theks të veçantë, hipmullahët e ekraneve të Dexhallit dhe të ashtu quajturit intelektual të konvertuar në fenë e petrodollarit, të harlotit Biblës, gjithë së bashku ruajnë me fanatizëm dinin kushtetutën e vdekur të hanefizmit të Osmanistanit në mjediset shqiptare, në vend që të refuzojnë dhe ta shohin termin din nga perspektiva e Kuranit famlar. Është për të ardhur keq, kur edhe intelektuali më i pavarur shqiptar që nga paganët e fesë Bagdadit quhet islamofob, bëhet viktimë dhe bie në kurthën e polarizimeve sektare të muslimanizmit, për shkak se shkruan thojza janë çupesh vahab të shqiptallës, ku nga kjo frazë ka krijuar me autofrik bindjen se muslimanizmi i tij tradicional i sektit Hanefi, trashëguar nga pushtuesit turq, është fe më tolerante, liberale se sa feja e Arabisë Saudite.
Në vend që të refuzoj polarizimet sektore që bëhen në emër të feve të shpikura, të distancohet me emblemën e rilindjes sonë kombëtare, feja e shqiptarit është shqiptaria. Në fakt, kjo emblem, feja e shqiptarit është shqiptaria, është ajo që është në Kur'an dhe që e kërkon i lumi Zot, Zoti i qiellve dhe i tokës prej secilit shqiptar, dhe nuk kërkon asgjë prej të ashtu të quajturve klerik, qoftë musliman, ortodoks apo katolik. Prandaj kjo, që kemi 3 fe, jemi tolerant, jemi shembull i mirë, është një mashtrim i madh i vetë kënaqësisë në mashtrim, sepse askush nga kombë shtetet e Evropës nuk do të kishte qef ta ketë fatin e shqiptarëve dhe shqiptarët të jenë shembull i mirë për ta që janë të ndarë në 5 shtete në gadishur i lirek. Fjala islam dhe musliman nuk lidhet me besim në rite ibadet. Mirë po, jemi të fjala din, është ndryshe në Kur'an, dhe kjo është fakt se lidhet me iman besim. Nuk e përdorim kot shprehjen e njohur s'ka din dhe iman, ose pa din dhe iman, që do të thot pa kushtetut dhe besim. Kushtetuta, siç e dini, është ligj themelor i një shteti që përcakton regjimin, rendin politik, ekonomik e shoqëror të tij. Ndërsa iman, besim, është bes. Fjalë e dhënë si siguri se do të mbahet që veçon njeriu i cili beson në kushtetut, në ligj dhe rregull, dhe nuk e shkel atë dhe nuk e prish imanin, besimin, sigurin, pra besën e tij. A e keni të qartë tani apo jo? Lexojmë ajetin 57 të surës Al-Maida. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. O ju që keni besuar, mos i merrni ndihmëtar ata që marrin me tadhje dhe loj dinin, kushtetutën tuaj prej atyre që ju është dhënë libri para jush, as mohuesit, jo falenderuesit, mos i merrni ndihmëtar dhe akumuloni devotshmëri nëse do të ishit besimtar të siguruar. Ky përkthim i kuptimit të ajetit të shqip është i nxjerrur nga germat fjalët e ajeteve tjera të Kuranit dhe është plotësisht në kundërshtim me të gjitha përktimet e përkthyera që i keni në disponim në shqip dhe gjuhë të huaja përfshirë edhe në arabisht, al-lughatul arabia. E solla këtë ajet vetëm sa më ju dhonë lajmin se nëse hoxhallarët e shumicës janë një herë gabim, politikanët dhe intelektualët shqiptarë të shumicës janë nën herë gabim dhe dinin kushtetutën e shqiptarëve. Feja e shqiptarit është shqiptaria, e marrin me tallje dhe e përdorin si lojë me role të ndryshme të mashtrimit dhe hajnis, ku nuk e besojnë dhe shkelin besën e kushtetutës dinit çdo ditë me arrogancë vetëm pse e dinë se mund të ikin drejtësisë në Shqipëri, Kosovë. Një shqiptar që sot nuk e respekton kombën dhe dinin kushtetutën e tij, kush do të qoftë ai, është fakt se nuk ka atë dhe kombë dhe për te nuk do të ketë as xhenet, për shkak se ka zaventësuar krijimin e Allah. Kurani është shumë decid në këtë hesab. Nuk është vetëm ky ajet alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban, që marrin me tadhje dhe loj dinin kushtetutën tuaj, tërë Kurani është i këtij koncepti. Gjithë ditën rrinë gjatë. Kisha ponteqe, gjithë ditën shi ëndra si musliman, katolik, ortodoks apo dervish, e zaventësove shqiptarin me to, ka mbaruar puna jote. Unë e di se nuk e keni ditur, por ka ardhur koha ta mësoni. Kështu që nesër nuk mund të thoni se nuk e keni ditur.
Lexojmë ajetin 256 me njerë pas ajetin 255 që e njohim si Tespidov apo ajetul Kursi, se çfarë kërkon Allahu prej neve si shqiptar. La ikrahe fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu as-sami'un alim. Nuk ka dhun imponim në din kushtetues. Mënyra e drejtë tani dallohet nga mënyra e gabuar. Kushdo që e denoncon tagutin, politikanin e papërgjeshëm dhe beson në Zotin, ka për lidhjen më të fortë, një që nuk prishet kurrë. Zoti është i gjithë dëgjuesi, i gjithdijshëm. Çfarë kërkon Allahu prej neve në këtë ajet? Në ajetet tjera është që të distancohemi, të denoncojmë cilin do tagut kriminal, pasi që politikanët, përfaqësuesit e papërgjeshëm nuk kanë ratë, skombë, gjini, nuk kanë din dhe nuk kanë iman, besë, për shkak se kur shkelin kushtetutën e shtetit të tyre, e shkelin dinin kushtetutën e Perëndisë, pasi që dihet se të gjitha kushtetutat e shteteve në botë thirrën në Zot, për ta siguruar lirinë, mirëqenjen sociale dhe ekonomike, kulturore dhe të drejtën e qytetarëve të tyre, pavarësisht etnisë, gjuhës apo besimit. Vetë Allahu ka marrë përsipër mbrojtjen, dhe është ndihmëtari i besimtarëve të siguruar në dinin kushtetutën e tij, që nuk krahasohet me kushtetutat e shteteve, por jo pa kushte. Kushti i parë është distancimi. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fi khalidun. Allahu është ndihmëtari atyre që besojnë, janë të siguruar, ai nxjerr ata nga errësira në dritë, ndërsa ata që nuk besojnë në siguri janë jo mirënjohës, jo falënderues. Ndihmëtari i tyre është taguti, politikani i papërgjeshëm, që i nxjerr ata nga drita në errësira të shumta. Këta do të jenë shokë zjarrit, ata çndrojnë për gjithmonë në te. Al-Bakara 257. Ja, nuk ka dhunë në din kushtetut, që jo këtë e kuptoni se është nuk ka dhunë në fe, është gabim. Sikur se të bëhesh të fjalë për ndonjë fe, ashtu siç e kuptojnë sot termin fe. Ilumi i Zot do të thoshte nuk ka dhunë në fen islame, nuk ka dhunë në fen krishtere, nuk ka dhunë në fen qifute, por po thot la ikrahe fit din, nuk ka dhunë në din kushtetut. Pas fjalës e din, që vjen këtu si emër, isëm në trojtën e shuar, me xhrur në kallëzore, i ngjitur me parafjalën harfun gjerr, fit din, gjithashtu nuk ka ndonjë fjalë tjetër pas, si se cilësi që Perëndia, Zoti i qielleve dhe i tokës, Zoti i arshit, më ashtor të na thotë se për cilin din kushtetut bëhet fjalë. Këtu është hikmeti, urtësia se në fet ashtu quajtura si feja islame, feja krishtere, feja qifute, që janë të shpikura dhe të drejtuara nga klasat sunduese, ka imponim, ka dhunë, ka mashtrim, ka luftë, ka gjithçka. E shihni se fjalët e Kuranit janë prej të gjithdijshmit, të atij që është pasor dhe mbikëqyrë të gjithë ekzistencën, dhe krejt çfarë kërkon është të mos bëjmë fesat nga rresa dhe të mos u aprekim sigurinë, lirinë dhe të drejtat njerëzve që i kanë të garantuara në natyrshmërinë e tyre aty ku kanë qenë. Që kjo është ashtu, nuk është ndryshe, që nuk guxon të ketë imponim dhunë në din, shtetut, fe, shumë e qartë, por nuk guxon as në iman, besim të ketë imponim, ose me dhunë ta detyrosh dikendin në besim. Lere ta imponosh identitetin popull musliman, popull krishter, apo ndonjë tjetër tash të quajtur fetar apo afetar, ateist që është rrepsisht e ndaluar në Kur'an, po është edhe vepër penale në shtetet me demokraci të zhvilluar. Allahu e ka garantuar lirinë e secilit në përcaktim për të besuar apo jo. Në lidhje me këtë garancë do t'u asjellë vetëm ajetin 99 në surën Yunus, "Wala sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an."
Efe ente tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin. Si kur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin shka janë në tokë që të gjithë. Ati do t'i detyroshin njerëzit të bëhen besimtar. Është fakt se në këta jetë marrim lajmin në lidhje me Hazreti Yunusin, por ky lajm, siç ka qenë urdhër i Allahut për Hazreti Muhamedit, njëjtë është për secilin besimtar edhe sot që ndjek Kur'anin famlar. Tani unë këto dokumentare po i bëj vetëm sa për informim në lidhje me Kur'anin. Jo të imponoj besim apo diçka tjetër, e tëra që mund të bëj si individ, si njeri, si shqiptar, është që të distancohem dhe ta denoncoj rrenën, mashtrimin dhe ta mbroj fenë e shqiptarëve me rebelimin tim hanifen, ati ku duhet se cilit i garantohet siguria, liria dhe e drejta për jetë, dhe jo të thirrem në referencat qylave që marrin në mbrojtje ta gotët kriminalët, apo të na imponojnë dhunshëm blasfemit e feve të korruptuara në shqiptari, dhe në çdo shëndrim para salatit tim, wali dhikrullahi akbar, me bindje të fortë e them, inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan, wa ma ana min al-mushrikin. Përkthimin e keni aty. Pra që t'jeni të sigurt se unë nuk po shpik as gjë për mendjes ime, as nuk pjo sjellje referenca, ka thonë ky, apo aj, apo t'ju them babën e kam pasur hoq, do t'u lexoj jetin 30 të surës, gjithashtu 30, Kurani që quhet surat Ar-Rum. Fakim wajhaka lid-din hanifan, fitrat Allahi allati fatara an-nas عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dhe përqëndro qenjën tënde në din kushtetut hanifen, në mbrojtje të natyrshmërisë nga e cila Allahu i ka inicuar, krijuar njerëzit. Mos zëvendësoni krijimin e Allahut. Kjo është kushtetuta e qëndrueshme por shumica e njerëzve. Din Ar-Rum 13. Pra kjo la tabdila li khalqillah, mos zëvendësoni krijimin e Allahut, ka të bëjë me xhenet e krijimit. Kush jemi dhe ku kemi lindur, shumë keq të jesh kundër xheneve tua, të shndrohesh në sulalet Bagdadit apo të sushit të Japonisë. Një shqiptar, Rumeli, Rumeli, që të tërson xhenet e tij, duke rishkruar sjelljet e tij, s'ka dyshim se është në luftë me caktimin dhe vullnetin e Allahut, Zotit qijeve dhe tokës, Zotit të arshit madhështor. Pra Zoti na do si shqiptar në dinin kushtetutën. Feja e shqiptarit është shqiptaria dhe jo si musliman sektit sunit të hanefizmit, thojza islam tradicional, për të cilin lere që nuk na pyet, por sa jemi në dynja duhet pendohemi dhe të kthehemi me fytyrat tona tek ai, njëjtë siç u kthye Hazreti Ibrahimi. Besoj se tani e keni akoma më të qartë se nuk guxojmë të tjetërsojmë xhenet tona, ku jemi koduar në botën e krijimit të testohet secili shpirt me besim në sjelljet e tij, jo me fanela identitare të feve të korruptuara. Pace dhe polam zon, selam kudo qeni, duke marrë frim në tokën e shtrirë si djepi dhe